Përpjekjet e popullit shqiptar për liri kanë kaluar në përsfida e rreziqe të shumta. Marshimi i UÇK-s në zonën operative të Pashtrikut ishte i përgjakshëm dhe heroik. Gjurmët e betejave dhe rënjive të shumë dëshmorëve i vërejmë gjithandej komunës së Rahovecit. Një historik të shkurtër të këtij rrugtimi luftarak të luftëtarëve të lirisë do ta paraqes kryetari i degës së OVL të UÇK-s, publicisti Qemal Krasniqi. Kryetar çështjes kombëtare, të nderuar pranishëm. Në notën e 25 dhe 26 prillit të vitit 98, njësitë e UÇK-s nga Drenica dhe Drenoci në aksionin për të transportuar armatime ishin ndeshur me pritën serbe të ngritur në mes fshatit Krushe Vogël dhe Piran në magjistralen Prizren Gjakov. Në këtë aksion kanë marrë pjesë Sulejman Selimi, Ilas Kodra, tani dëshmor, Samil Ushtauku e Aslan Bajraktari, të cilët morën plagë. Hamit Hasani nga Drenica, kurse nga Drenoci Rahovecit ishin Fehim Gashi, tani dëshmor, Isuf Gashi, Osman Zhyberaj, Vebi Muharremi dhe Xhevdet Mekani. Organizimi i mbrojtjes u bë në shpejtësi, ndërsa joona këtij ballafaqimi u dëgjua gjithandej. Në kuadër të këtij gjerdani me margaritar të kombit janë gdhendur edhe betejat dhe fitoret tona, siç janë marrjen në kontroll e stacionit famkeq të milicisë serbe në Rrëtkoc dhe të rajonit të fshatrave Buzdrinit Bardh. Luftimet në lugun e Bratatinit, luftimet në qafën e Gradishit, luftimet në bokat e Kramovikut, luftimet në Reti Abderush, beteja e Fortesës, beteja e Rahovecit, marrja në kontroll nga luftarët e lirisë e rajonales Rahovec Malishev, marrja dhe mbajtja në kontroll e rrugës rajonale Rahovec Therrand. Organizimi i poligonit stërvitor në Zatriq, si dhe stacionimi e konsolidimi i disa brigadave të UÇK-s në fshatin Kazerm, Reti. Pasdarjes hapur të UÇK-s në rajonin e Anadrinit, respektivisht në zonën operative të Pashtrikut, betejat dhe përplasjet e armatosura të çlirimtarëve me forcat pushtuese të serbe do të bëhen më intensive dhe më të përgjakshme. Më 28 maj 98 në afërsitë të fshatit Xerz do të bien në fushë të nderit Fehim Gashi për parim thaqe e Saki Bellaqa, ndërsa luftari i orëve të parë Islam Isuf Gashi do të marrë plagë të rënda. Më 4 qershor 98, artilleria serbe bombardoi fshatin Rrëtkoc dhe Drenocin, me çfarë u vra ushtari i lirisë Naser Krasniqi dhe u plagosën disa të tjerë. Komandantët e njësiteve në këtë rajon ndërmorën masa për mbrojtjen e popullsisë, furnizimin me ilaçe, ushqime dhe mbajtjen në kontroll të rendit e të qetësisë. Me synim të krijimit të një korridori dhe lidhjes së zonave të luftës Dugaxhin Pashtrik, njësitet e UÇK-s e sulmuan fortifikimin e policisë serbe në kryqin e fshatit Kramovik në 14 qershor 98. Fortifikimi i forcave serbe në udhkryq që lidh Gjakovën me Klinën e Metej me Prishtinën ishte i madh. Njësitë të milicisë serbe ishin futur në bunkeret e nëndheshëm dhe ishte pamundur të nxjishin nga ty pa mjete artillerie. Kështu që ky operacion dështoi pa dëme nga radhët e UÇK-s, ndërsa serbët i raportuan disa të vrarë e të plagosur. Shtrirja e shpejtë e ushtrisë shqiptare të Kosovës në këtë rajon dhe rëndësia strategjike e zonës së Pashtrikut përshpejtoi veprimet luftarake të UÇK-s, por edhe armiku po fortifikoi me nxitim. Forcat të mëdha ushtarake e policore serbe lëvizin në këtë rajon duke pasur për synim ngushtimin e hapësirave për veprimet luftarake të UÇK-s. Beteja për marrjen e Rahovecit nga ushtria shqiptare e Kosovës nisi me 17 korrik 98. Pika e parë e zjarrit u vendos në fshatin Fortesë, ku ushtarët e kompanisë së dytë në komandën e Ismail Latifit dhe të kompanisë së tretë në komandën e Dervish Shadrakut, së bashku me kompaninë e parë të Drenocit zonë pozicioni luftimi në kodrën e quajtur Kodra e Bardhë. Luftimet e ashpra nisën pas ditën e 18 korrikut, me çast në fushë të nderit bie komandanti i policisë ushtarake Gani Pacharizi, ndërsa në vijën e luftimeve mbeten edhe Agim Kelmendi e Tafil Zhyberaj. U plagosën shumë ushtarë dhe u kapën në rrobë 4 luftarë të UÇK-s. Teksa luftarët e UÇK-s po bënin rezistencë heroike karshi artillerisë dhe mjeteve të shumta të blinduara, luftëtarët e kompanisë së Rahovecit po rezistonin heroikisht në qytet. Beteja për Rahovecin ishte një përpjekje legjitime e UÇK-s për ta vënë në kontroll krejt zonën, duke synuar ndërlidhjen e zonave operative. Milicia dhe formacionet paraushtarake serbe ekzekutuan mbi 100 banorë civil të Rahovecit, ndërsa u përpoqën që të zhdukin gjurmët e krimit duke i zhvarrosur dhe dërguar në drejtime të panjohura trupat e të vrarëve. Forcat e kombinuara serbe ndërmorën një operacion të gjerë kundër UÇK-s në rajonin e Podrinisë në fillim të shtatorit 98. Forcat mëdha motorizuara të ushtrisë serbe mësyn rajonin në disa drejtime.
Në ballafaqim me forca serbe në zotërisht bien Istikomi, Esate Mazlum Kastrati dhe Xhafer Vehapi tek vendi i quajtur Qafa e Akavaneve. Ndodhi kjo më 3 shtator të atij viti të tmerrshëm. Në Pullush, në përballje me armikun në 5 shtator 98 ra dëshmor Afrim Bayraktari dhe Shanihoti, ndërsa në Lugmir ra dëshmor Mark Sobjani. Riorganizimi i UÇK-s në komunën Rovecit nisi në fshatin Reti në tetor. U bë ristrukturimi i njësiteve dhe emërimi i komandantëve të brigadave e kompanive, toqeve dhe njësiteve më të vogla ushtarake. Brigada 124 Gani Paqarizi u vendos në arealin ndërmjet Rovecit, Prizrenit dhe Randës në lidhje me Hasin. Rënja e Xhelal Hadës dhe Seladin Mullabazit me 6 nëntor 98 të kryqi Abtirushës ishte një humbje e madhe për UÇK-n. Megjithatë, aksionet gorile kanë vazhduar në tërë arealin e luftës në zonën e përgjegjësisë së brigadës 124. Më 24 mars 99, Aleanca Ushtarake Perëndimore NATO mori vendim të ndërhyjë ushtarakisht për të parandaluar spastrimin etnik të Kosovës. Sulmet ajrore shënistruan saqet ushtarake serbe, mirë po të gjitha njësitet dhe brigadat serbe tashmë ishin vendosur në terren dhe ndërmorën një operacion të madh për vrasjen dhe dëbimin e shqiptarëve. Në rajonin e Rovecit, operacioni serb patkoi ushtri dhimbshëm mbi fshatat Fortez, Celin, Krushe Madhe, Krushe Vogël, Matutje Landovic, në Kac, Hoqe Vogël, Brestos, Terush, Reti, Zoqisht dhe më tej në fshatat e Therandës e të Prizrenit, duke lënë të vrarë të zhdukur disa qindra njerëz të pambrojtur. Në betejën e Kosharës nga komuna Rovecit rënë dëshmorë dhe Ramiz Krasniqi nga Deni, Naim Urllati nga Brestoci, Loan Gashi nga Hoqa e Vogël dhe Hamsta Aqi nga Xerxa. Koncentrimi i komandës së zonës operative të Pashtrikut në këtë zonë, ku komandant ishte e projnë nga tropoja Tahir Sinani, ndërsa me brigadën 124 Gani Paqarizi komandante Skënder Hoxha, përbënte shqetësim për ushtrinë e milicinë serbe, nga se aksionet gorile ishin të shpeshta. Me 27 maj 99, ushtria serbe ndërmori një operacion të gjerë kundër forcave të UÇK-s, duke vënë në rrethim të plotë. Beteja Mileskës shënon ndër ballafaqimet më të ashpra gjoks me armikun. Në fushë të nderit ranë dëshmorët Nazmi Hasani, Agron Bykyqi, Bedri Berisha, Habib Gashi, Kurtish Hasani, Ismail Gashi, Mensur Zyberaj, Manush Berisha, kurse afër Brestocit përjetësohen luftarët Xhevat Ahmet Elshani dhe Aledin Flamur Elshani, e në vidisht të Samadraxhës bien edhe Bujar Thaqi e jeton Kabashi. Në pozicionin të tejet e Mullabazve përjetësohen luftarët Xhevdet Krasniqi, Milaj Morina nga Deja. Sadedin Hajda, i vëllai i Xhelal Hajdës, tonit me Mexhit Mustafën dhe Selim Berishën e Bekim Sylken përjetësohen në Amovse. Ushtarët e rënë në këtë betejë, Profesor Dr. Sabahdin Cena, tani ndjerë këta dëshmori ka qutur lërkuqet e majt. Të gjitha këto beteja, ballafaqime dhe rënje e përbën një histori lavdije, krenarie, ku banorët e komunës Rovecit kanë luajtur rol të rëndësishëm, duke u bërë pjesë e historisë. Bazuar në këto të dhëna, vërtetohet fakti se njerëzit e kësaj ane kanë qenë pjesë aktive e luftës, duke kontribuar me mjete materiale e financiare, sidomos me përfshirje të gjerë në radhët e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ata që ra në fushë të nderit në vetën pjesë e sakrificës kombëtare, ndërsa lufta dhe përpjekja e popullit shqiptar për shtërim e bashkim mbetet detyrimi im i përhershëm. Lavdi të rënëve dhe të gjithë atyre që ranë kudo dhe kurdo për shtërimin dhe bashkimin kombëtar. Ju falenderit.